Alper Çankaya, aktori i serialit fenomenal, Qyteti i Largët, i cili nuk las një rekord pa thyer në sezonin e tij të parë. Bëri deklarata të sinqerta, duke deklaruar se ata janë në skaje të kundërta me personazhin e Shahin. Aktori i suksesshëm tha: "Ne jemi njerëz me botë të ndryshme, me Shahinin. Më duket se dua të bart filozofinë e tij të jetës në jetën time", tha ai duke shtuar: "Nëse Shahin do të ishte në jetën reale, ne do të kishim një marrëdhënie të largët dhe të nivelit. Ai nuk është një person shumë i vetëdijshëm, ai ka një botë pesimiste." Alper Çankaya, i cili u vlerësua për aktrimin dhe harmoninë e tij me Sahra Shash, e cila luajti personazhin Enare, si partnerja e tij në Qyteti i Largët, ai u përgjigj gjithashtu pyetjes: "Çfarë do të bënit nëse do të kalonit një ditë me Shahinin?" "Do ta merrnja për një masazh", tha aktori i njohur, "pastaj do ta merrnja dhe do të bëja të pinte një koktej. Në një pamje të bukur, unë do ta inkurajoja atë të shijonte pak jetën." Duke u shprehur se gjëja që e befasoi më shumë në xhirimet e serialit Qyteti i Largët ishte bukuria e imediat dhe marrëdhënë. Alper Çankaya të roqi vëmendjen për ngrohtësinë e banorëve vendas. Ishte shumë i befasuar nga ngrohtësia e njerëzve atje dhe sa e këndshme ishte koha e kaluar. "Para se të shkonim, dëgjuam, lexuam dhe pam shumë si ishte një vend autentik, magjik. Por të qenit atje ishte ndryshe. Është një vend që të bën të ndihesh shumë mirë me natyrën, historinë, strukturën dhe njerëzit e tij." Aktoria Gonxha Cilasun, e cila të roqi vëmendjen me personazhin e Sadakat Albora, më e njohur e sezonit të serialeve televizive, e vlerësoi personazhin që luajti si dikush që ka nevojë për dashuri dhe dëshiron të përqafohet. Aktoria e suksesshme tha: "Fakti që Sadakat është si një i riq është e qartë. Por shumë gra në këtë vend janë të tilla apo jo? Ne duam të jemi të dashura, por nuk mund ta tregojmë as me gjuhën dhe as me trupin ton. Ne jetojmë në këtë tokë duke goditur veten, jetën dhe bukuritë tona." Sadakat nuk është një person i keq, vetëm gjuha e saj është e fortë. Trupi i saj është e fortë, edhe buzëqeshja e saj është e kufizuar. Gruaja me të vërtet qeshi me dike njëherë, hapi zemrën dhe burri e shtyu atë nga shkembi, ndërsa ajo ishte shtatzan. "Si mund të qesh?" tha ajo. Aktoria theksoi se ajo punoi me detajet më të vogla të karakterit të saj gjatë procesit të aktrimit, deri te mënyra se si ulet, nga zgjedhjet e veshjeve deri te kapja e armës. Sot do të shpjegojmë edhe episodin e 60 të serialit Qyteti i Largët, ku gjithçka ndryshon dhe sekretet të mëdha dalin në dritë. Në këtë episod, Engin shfaq anën e tij të errët. Një telefonat misterioze tregon se ai nuk është thjesht një fqinj i zakonshëm, por ka një plan të fshehtë që mund të ndryshojë jetën e Alias. Boran sjell një video që ndes konfliktin mes Xhian dhe Alia. Alia akuzon Xhianin duke i thënë se Meryem ende të do. Por Xhian nuk dorëzohet dhe i rrëfen ndjenjat e tij. "Të dua dhe ti je zgjedhja ime. Unë jam i dashuruar me ty, Alia." Ndërkohë, Kaja mëson se fëmia i tij është gjallë. Ky moment sjell emocione të forta dhe një ribashkim që fansat e prisnin prej kohësh. Episodi 60 sjell emocione, sekrete dhe kthesa të mëdha që ndryshojnë gjithçka, por kjo është vetëm fillimi. Por çfarë pritet pas episodit të 60? Engin bëhet rrezik real, nuk është thjesht mister. Ai fillon të ndikojë direkt në jetën e Alias. Mund të zbulohet lidhja e tij me një plan më të madh. Xhian dhe Alia nuk janë në paqe, edhe pas deklaratës romantike do të ketë përsëri tension, një sekret i ri i ndan sërish. Fëmia i Kajës sjell konflikte të reja. Ribashkimi nuk është i qetë, dikush nuk e pranon këtë të vërtet, fillon një luftë emocionale. Një tradhtie e re në familje. Dikush nga brenda po luan një lojë të dyfisht. Kjo do të shpërthejë në episodin e 61 deri në 63. Fundi afërt i një personazhi të madh. Fansat dyshojnë se një personazh kryesor ose i fortë dytësor mund të largohet ose të vritet në këtë hark historik. Le të ndalemi pak për një romancë reale mes çiftit të aktorëve, Atkan Ozgaja, i cili luan personazhin e Kaja, dhe Dilin Doger,
e cila luan personazhin e Zerin. Çfarë thuhet për ta? Tash e themet për lidhje reale. Fansat kanë vere afërsi shumë të mëdha mes tyre në prapaskena. Video dhe foto nga seti kanë bërë që rrjetet sociale të thonë, nuk duket vetëm aktrim. Ka pasur edhe raporte mediatike jo zyrtare, që sugjerojnë se mund të jenë shumë afër edhe jashtë serialit. Pse u përhapën këto zera? Kimia e tyre në serial është shumë e natyrshme. Skenat emocionale duken shumë reale. Janë parë shpesh bashkë në eventet e projektit dhe intervista. Fansat kanë interpretuar çdo detaj si shenja romance. E vërteta e konfirmuar. Deri tani, nuk ka konfirmim zyrtar publik nga vetë që janë çift. Asnjë deklaratë e qartë nuk e ka konfirmuar lidhjen, pra mbetet në nivel thashë themesh dhe spekullimesh fansash. Por le të qëndrojmë pak në lidhjen e tyre në serial, bazuar në zhvillimet e fundit dhe mënyrën si zakonisht ndërtohen këto linja, kjo është ajo që pritet. Kaja dhe Zerin do të kenë disa skena emocionale dhe romantike, por me njerë pas tyre, një keq kuptim ose sekret i ndan sërish. Një person tjetër do të përpiqet të ndikojë në marrëdhënien e tyre, zakonisht në këto seriale, familja ose rival romantik e prishin lidhjen. Ka shumë gjasa që një situatë e rëndësishme, shëndet, fëmijë ose krizë familjare, do t'i detyrojë të bashkëpunojnë. Kjo i afron sërish emocionalisht. Në një moment të fort dramatik, njëri rrezikon jetën ose reputacionin, tjetri zgjedh ta mbrojë pa hezitim. Këtu marrëdhënia e tyre kalon në një nivel tjetër ose thyet përkohësisht. Çfarë thuhet për këtë serial? Skenari po ndryshohet shpesh. Fansat thonë se historia po ndryshon gjatë transmetimit, dyshohet se disa linja romantike janë zbutur ose forcuar sipas reagimit të publikut. Kjo e bën serialin më të paparashikueshëm. Do të ketë një vdekje të madhe, një nga thashë themet më të forta. Një personazh kryesor mund të largohet ose vritet. Nuk dihet kush, por fansat dyshojnë për një figurë të rëndësishme mashkullore. Alia dhe Gian nuk janë në një fund të lumtur. Shumë fansa mendojnë se romanca e tyre do të ketë ndarje të përhershme ose tragjike. Pra seriali nuk do të ketë një fund të lumtur. Thashë theme më të buta janë se Gian dhe Alia, pra Ozkan Akbaba dhe Sinem Unsal, kanë kimi shumë të fortë. Disa fansa mendojnë se nuk është vetëm aktrim. Disa të tjerë thonë se është thjesht një profesionalizëm shumë i mirë. Drama në prapasken ka zera për tension mes personazheve në set, ndryshime të papritura skenash, largime të mundshme aktorësh. Mendohet se gjatë serialit do të zbulohet sekreti që ndryshon gjithçka, del në dritë një e vërtet e fshehur për një nga lidhjet familjare. Dikush që mendoi i pastër rezultoni përfshirë në konflikt prej kohësh. Ky zbulim shkatron besimin mes personazheve kryesor.